Doja që vetëm para shikuesve tanë t'u sjell sërish atë qëndrimin që e ka pasur Hoxha i Madh Mullaj Idris Xhilani, i cili në një periudhë kohore të jetike për popullin tonë, ka dalë kundër atij projektit famkes të migrimit. Që dini, migrimi ka qenë një projekt për ta zbrazur Kosovën nga shqiptarët. Dhe në këto rrethanëm, jo vetëm që ka refuzuar migrimin në Turqi, pra në një vend ku nëse do të migronin shqiptarët do t'ju ruhej feja, por ka refuzuar migrimin madje edhe në Shqipëri. Për faktin se tani më nuk ka të bëjë se ku do të shkojmë, pra ku do të transferohen, ku do të migrojmë. Po çka duhet të mbrojmë. Por ajo çka duhet ne të mbrojmë. Prandaj nga kjo perspektivë, Mullaj Idris Xhilani vërtet ka qenë një prej atyre vizionarëve që edhe për rrethana të caktuara ka paraparë që migrimi qoftë edhe në Shqipëri, në shtetin tonë anë, nuk duhet të ndodhë për faktin se ajo çfarë synohet me këtë proces është të bëhet shpërngulja e shqiptarëve.